Egot e mëdha humbasin përballë zakoneve të vogla. Vërtet, na ishte njëherë një lepur, që mburej sa i shpejt ishte. Ai vraponte, ai mburej, ai flinte pisojnë në diell, ndërsa të gjithë e shikonin. Të gjithë e shikonin. Pastaj ishte breshka, e qetë, e qëndrueshme, kokë fort në kuptimin më të mirë të fjalës. Një ditë lepuri qeshi, dhe tha, le të bëjmë një garë. Breshka pranoi. Njerëzit u mblodhen, lepuri u nis si një shigjet, duke lënë pas një re pluhuri. Një korqeshjesh plot vetbesim. Në gjysmë të rrugës lepuri pa epërsi të madhe. Kështu që mendoi, do të fle pak. Gabim i madh, ndërsa lepuri flinte, breshka vazhdoi, ngadall, me durim, duke refuzuar të dorëzohej. Hap, hap, pa drama, pa shkurtore. Kur lepuri u zgjua u nis me shpejtësi, por ishte tepër vonë. Breshka kishte kaluar vijen e finishit, turma ishte e qetë, pastaj shpërtheu në brohoritje. Lepuri mësoi mësimin e vështirë. Shpejtësia pa disiplinë është energji e humbur. Breshka provoi se qëndrueshmëria mund arrogancën. Morali, mos i ngatëroni shpërthimet e shpejta me progresin e vërtet. Hapat e vegjël, të qëndrueshëm, të përsëritur, fitojnë gara që mendonit vetëm për të shpejtët. Kështu që herën tjetër që tundoheni të nxitoni ose të mburreni, kujtohuni për breshken. Qëndrueshmëria modeste mund poshtur sprintin e shkëlqyeshëm çdo herë. Jini qëndrueshëm, jo të shpejt. Është një strategji, jo një dobësi.